SPAK ka dërguar për gjykim Ilir Beqajn dhe të akuzuarit e tjerë për dosjen e abuzimit me fondet e BE-s, përveç 6 akuzave të ngritura ndaj ish-ministrit dhe drejtorit të SPAK. SPAK ka dhënë detaje mbi skemën e korrupsionit dhe pasuritë e sekuestruara. Pjesë nga njoftimi i SPAK, përgjatë hetimeve të kryera, provohet se i pandeuri Ilir Beqaj ketë pasur njohje me të pandeurin Ermal Kurtulaj, të paktën që prej vitit 2012, kohë kur i pandeuri ka qenë ortak pranë shoqërisë Intek SHPK. I pandeuri Ermal Kurtulaj rezulton të ketë punuar në vitin 2017 pranë FSDKSH-s, më pas në disa projekte të ndryshme dhe që prej datës 1 qershor 2022 ka punuar si koordinator i zyrës Facility Point për programin EU-SAIR në SPAK, i emëruar nga veti pandeuri Ilir Beqaj sipas urdhrit numër 80 të datës 26 maj 2022. Gjatë ushtrimit të detyrës si drejtori i përgjithshëm i SPAK-ut, i pandeuri Ilir Beqaj, duke vepruar si urdhërues në bashkëpunim me të pandeurin Ermal Kurtulaj, i cili ka vepruar si zbatues, përgjatë viteve 2022-2023 kanë kryer procedura prokurimi fiktive në kundërshtim me rregullat prag të përcaktuara në rregullat e zbatimit të rregullores financiare të aplikueshme për gjitha kontratat e ndihmës së jashtme të BE-s, të financuara nga buxheti i përgjithshëm i BE-s, Fondi i 10 Evropian i Zhvillimit dhe të detyrueshme për të zbatuar sipas nenit 5-C të ligjit numër 37 fraksion 2015 për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-s për Shqipërinë në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit dhe ligjit me numër 21 fraksion 2018 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit mes Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian në programin Interreg VB Adriatico-Jonian. Të gjitha shërbimet e prokuruara në kuadër të eventeve mbi organizimin e konferencës Festa e Ardhmja e Turizmit të qëndrueshëm mjedisor në Shqipëri dhe konferenca energjetike si dhe bashkëpunimi në rajonin e Adriatikut dhe Jonit, organizuar në vitin 2023, nuk janë nënshtruar një procedurë prokurimi të rregullt, por fituesi është dakordsuar dhe përcaktuar shumë më përpara se të realizohet procedura e prokurimit e kryer në mënyrë fiktive, më pas për efekt dokumentacioni. Këto tendera janë zhvilluar me procedurë negociimi konkurruese, të cilat janë urdhëruar për të kryer nga i pandeuri Ilir Beqaj, në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm, i cili ka nënshkruar mbi dakordsim për të kryer shërbimin e caktuar, ftesat që u janë dërguar subjekteve për të paraqitur oferta sipas llojit të prokurimit, urdhri për ngritjen e komisionit për të kryer vlerësimin e ofertave, shkresa dërguar fituesit pas vlerësimit, si edhe lidhja e kontratës, urdhrat e pagesave, veprime këto të kryera kohë më pas nga lidhja dhe zbatimi i kontratës. Një pjesë e shërbimeve rezulton se të jenë prokuruar në mënyrë fiktive, pasi shoqëritë tregtare nuk kanë ofruar shërbime, por kanë mashtruar në bashkëpunim me të pandeurit Ilir Beqaj dhe Ermal Kurtulaj për qëllime përfitimi material, si dhe në të paktën 2 raste provohet që këta të fundit kanë marrë përfitime të parregullta nga të pandeurit që kanë përfaqësuar këto shoqëri tregtare. 2. I pandeuri Ilir Beqaj ka kryer deklarim të rrem mbi pasurinë e tij nga viti 2020 në vazhdim, pasi ka fshirur interesat pasurore në 50% të kuotave në shoqërinë tregtare Albanian Food and Hospitality Services SHPK me NIPT L9 13 29 02 1O dhe nuk ka deklaruar shpenzimet e kryera për investime në këtë shoqëri tregtare, ka fshirur pronësinë dhe nuk ka deklaruar shpenzimet në lidhje me një apartament të ndodhur në qytetin e Vlorës, si dhe ka fshirur pronësinë e një automjeti. Në kuadër të hetimeve është vendosur sekuestro preventive mbi pasurinë e paluajtshme apartament me vendodhje në Lungomare Vlorë dhe disa llogarive bankare, e të tjera sekuestruar të pandeurve si më poshtë vijon. 14.323.125 lek, 15.522 euro, 22.380 dolar, 19.4% të kuotave të shoqërisë tregtare Albanian Food and Hospitality Services SHPK, 3 automjete regjistruar në pronësi të pandeurve.